Mbi 10.000 persona pritet të përfitojnë nga amnistia penale që pret miratimin e qeverisë për të kaluar më pas në kuvend, zbuloi ministri i drejtësisë Besfort Lamallari. Më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Por kush mund të përfitojë? Kjo nuk përfshin personat të cilët kanë qenë në hetim, janë në hetim apo në gjykim nga GKK. Duke u ndalur tek numri i madh i të paraburgosurve, një shqetësim i ngritur edhe nga vetë kryeministri Edi Rama, Lamallari paralajmëroi një propozim që ata që hetohen për vepra të lehta të mos preken nga paraburgimi. Vim me një propozim konkret, pra qoftë një më spaku apo deri në 3 vite, pra për vepra të dënueshme deri në 3 vite mos aplikohet, duke parë as pas rasti sigurisht po ketë autoritetet shqiptare që ta vendosin këtë. Për këtë ministri u ndal tek raporti i parë me të cilin ishte përballur. Raporti i parë që më ka marrë në Trieste në javën e parë që unë morë detyrën, ishte shokuese, e papranueshme të shikoja se si një numër kaq i lartë të paraburgosursh ndodheshin në buxhet e vendit. Për kodin e ri penal, Lamallari theksoi nevojën për një konsultim të dytë publik, ku secili prej këtyre institucioneve që ka dhënë një kontribut të ballafaqohet nga grupi i punës dhe dekriminalizimi i shpifjes që kaloi në kuvend, Lamallari theksoi se nuk vjen si pasojë e direktivës së BE, por nga vetë qeveria dhe nuk ndikon në rrugën europiane të Shqipërisë. Nuk ka asnjë direktivë të Bashkimit Evropian që përcakton dekriminalizim të plotë të shpifjes. Shumica dërmuese e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë të dekriminalizuar shpifjen. Ministri komentoi dhe vendimin e GKK për pezullimin e numrit 2 të qeverisë. Ku në thelb qëndron pretendimi pra e një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, por të kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Dhe këtu sigurisht kemi të bëjmë edhe me pushtetin legislativ i cili konfirmon mandatin e ministrave, përfshi dhe mua. Rastin e gjyqtares Irena Gjoka, të akuzuar nga ish kryeministri Sali Berisha për fshehje dënimi, nuk pranoi ta komentoi. Tjetër nuk është detyra e Ministrisë së Drejtësisë të komentojnë mbi raste konkrete që kanë të bëjnë qoftë me hetime disiplinore që bëhen nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë apo nga kolegjiera në rastin që ju përmendët.